Të dashur shqiptarë, unë kam thënë me kohë, nuk I bën presidenti I Amerikës non grata. Ua kam thënë edhe më përpara dhe përsëri. Amerika është një shtet, zhuma I që shkon, është një tokë e bekuar që vjen lloj njerëz nga gjithë bota, ata që janë të mirë, që e njohin punën, vlerën e punës, që e njohin vlerën e familjes, vlerën e shtëpisë, vlerën e pronës private, ata bin sukses. Në Amerikë ka kongresmen, ka senator, ka guvernor, do të thënë hyve I thoni këtu, major, ose kryetar bashkie. Por ka dhe organizata që mbajnë kombin e Amerikës. Po t'ishe në dorë të presidentëve, Amerika kishte humbur me kohë. Aty janë organizatat që janë të betuar deri në jetën e tyre të fundit, që e mbrojnë kombin amerikan, e mbrojnë demokracinë botërore dhe shëgojnë gjilperën më të vogël në globin toksor. Pra, ata persona I bin non grata për gjithë shtetet që I shohin të arsyeshme. Nuk janë non gradat vetëm për Tiranin, janë për Maqedonin, janë për Kosovën, janë për Malinezi, janë për në Greqi, janë për në Kombet e Bashkuara, më falni, për në Bruxelles, në hajdutit që I kanë vjedhë Shqipëria që quhet Bashkimi I Evropës, janë 27 shtete. Por, ne shqiptarë, na vete gjua dhe balla, në Shqipëri, tini të bindur, janë me qindra edhe me qindra non grata.